dialogut që organizohet nga Brukseli, edhe njerë po e theksoj, ne kemi qenë dhe do t'jemi aktiv, kreativ dhe konstruktiv, por presim që këto 3 masa të mirëbesimit të zbatohen. Kryeministër, para takimit të së hënës së ministrave të jashtëm në Bruksel, shefja e diplomacisë evropiane Kaja Kallas tha se është dakorduar për një takim të nivelit të lartë për dialogun Kosovë-Serbi, tha se është dakorduar nga dy palët, edhe nga Kosova dhe nga Serbia, por është shtyr nga procesi zgjedhor. A jeni dakorduar që të shkoni në një takim për dialogun, duke marrë parasysh që vazhdimisht keni thënë që janë 3 parakushte për me rifillu dialogun? Për mirëbesim që i kemi prezentuar ne, qëndrojnë për shkak se ende nuk është plotësuar asnjëra. Së pari, Milan Radojčić duhet që dorëzohet autoritetet të Kosovës, ku dihet që e ka akt akuzën prej 160 faqesh bashkë me 44 paramilitarët e tjerë terroristë, të cilët na e vranë rrështerin policor Afrim Bunjakun, herojin e Kosovës. Dhe jo vetëm që Milan Radojčić tash gati 2 vjet e 8 muaj është në liri në Serbi, por aja tjeshtë edhe aktiv në politikë. Dhe ka raporte të shumta të medjave në Serbi dhe ndërkombëtare, se aja tje është pjesë e projektit për ta shkatruar opozitën demokratike dhe në anën tjetër vazhdon me kërcënimet ndaj serbëve të Kosovës. Së dyti, ne kërkojmë që ajo letra të cilën e ka lexuar para 27-shës Bashkimit Evropian dhe e ka dorëzuar ish kryeministri dhe tash kryetaria e Kuvendit Ana Brnabić, ku thot që nuk e respekton integritetin territorial të Kosovës, të tërhiqet. Nuk mund të kemi normalizim të marrëdhënieve nëse shkelet marrëveshja bazike që e kemi bërë ndonë se nuk e kanë nënshkruar, dhe nëse i thua fqinjit tënë që s'ta respektoj integritetin territorial. Dhe e treta, mos harroni që Qeveria e Republikës Kosovës ka qenë aktive, kreative dhe konstruktive në dialogun e Brukselit, me që rast ne vazhdimisht kemi shkuar me propozime. Nëse mbani mend, prej vitit 2021, unë Bruksel shkoj me propozime. Dhe në fund e arritëm një marrëveshje në shkurtin dhe marsin e vitit 2023, së pari në Bruksel, e pastaj edhe aneksin e zbatimit në Ohër, dhe unë vazhdoj të insistoj që ajo du të nënshkruhet. Sepse nënshkrimi i marrëveshjes nga liderët paraqet edhe kredibilitet të besueshmërisë së procesit, por edhe besueshmëri midis palëve. Prandaj këto 3 masa të mirëbesimit për të vazhduar dialogu, ndërkohë që ne kemi edhe marrëveshje, qëndrojnë edhe më tutje. Dhe kemi një asimetri të theksuar, do thosha, në njërën anë e keni Republikën e Kosovës, e cila me buxhetin për vitin 2026 ju kanë darë komunave me shumicë serbe, shuma të konsiderueshme, të cilat janë më të larta se sa mesatarja e komunave të përgjithshme në Kosovë, dhe kjo vjen nga arkitektura e kushtetueshmërisë sonë që është bërë nga ish presidenti finlandez Marti Ahtisaari si emisar special i Kombeve të Bashkuara, dhe buxheti shtetëror vjetor për komuna, për kokë banori, mesatërisht në Kosovë është 556 euro. Ndërka që për komunat me shumicë serbe është 1149 euro, pra 2 fish. Vetëm shikojeni kontrastin me sjelljen e Serbisë ndaj Preshevës, Medvegjës dhe Bujanovës, ku bën pasivizimin e adresave dhe nuk na lejon neve që japim mjete për tekste shkollore, bursa studentëve e mbështetje fermerëve. Ose tjetra, nga viti 2023, 568 diploma janë lëshuar nga Universiteti në Mitrovicën Veriore, të cilët janë verifikuar nga ne, nuk janë legalizuar, janë verifikuar në mënyrë që ata studentë që diplomojnë atje të mos ngelen jashtë tregut punës në Kosovë. Gjithsej, nga viti 2016 deri në vitin 2021 kanë qenë 1752 verifikimet të tilla. Dhe ju e dini që diplomat nga Kosova nuk njihen
në Preshev, Medvegjë dhe Bujanovc, gjë që kontribon në dëbimin e tyre prej këtyre komunave në jug të fqinjit tonë verior. Pastaj, sa i përket rekrutimit të kadetëve policor. Në 3 vitet e fundit, 11% të kadetëve të rinj policor janë të komuniteteve jo shumicë. Prej tyre rreth 200 serb të rinj. Ndërkohë, në konkursin e fundit në Serbi, prej 30 kadetëve policor, asnjë shqiptar. Pra, kemi asimetri të theksuara dhe besojmë që kjo duhet të ndryshohet. Dhe e fundit, por jo për ngarëtësia si shtuhet, Kolegji Ndërkombëtar i Biznesit në Mitrovic, 25% studentëve të vet i ka nga komunitetet jo shumicë, e shumica e tyre janë serb. Pra, ne jemi për të drejtët e pakicave, ne jemi për të drejtët e njerëzit, sepse këto janë thelbësore për demokracinë, por në anën tjetër kërkojmë edhe mbështetjen e Bashkimit Evropian që të drejtët e pakicave dhe drejtët e njerëzit edhe në Serbi të respektohen në mënyrë që të kemi parafërsisht një lloj simetrie në të dy anët. Por sa i përket dialogut që organizohet nga Brukseli, edhe njerë po e theksoj, ne kemi qenë dhe do të jemi aktiv, kreativ dhe konstruktiv, por presim që këto 3 masa të mirëbesimit të zbatohen para se të konstituohen institucionet e legjislaturës së 11 që del nga zgjedhjet e 7 qershtorit.